Imam Tabarani dhe Abu Daud. Gojë mirë, e pastaj ti logjikore se aja vlen me I përgoju musliman ajo. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ato që e hanë kamatën I kanë 73 dënim. Në rivajet 72. Dënimi më I vogël është I njësojt sikur që dënohet ai që ka bon zina me nënën e vet. Kja është më I vogël. Po më I roni pejgamberi Allah që to a përgjigj. Cili është lloji më I roni? Ka thonë lloji më I roni është njësoj sikur ai që e përgojon dhe ja çenon derin vllavit vet. Do me thonë, me përgoju, me aprek në der, me fjallos filon, ja bo bisedën filonit, 72 herë ma ketë se me bo zina me non. Pejgamberi Allah, këto hadithe për kanë, këto hadithe të tërë t'i kena bo në, këto biseda oreks ne, s'pata njët me nejt 5 minuta 5 sahat, shka t'nali, po si u qenë tema e filonit në ke mirë, jo ti, po shejtanit tanë dhe nefësit tanë se t'kanë mujë, ha me dorën e majtë, pa bismillah, edhe ato që u shtroj, po di bëndim, s'janë më të fortë se shejtani jotë. Te ki u shtru për dit me I thonë me ongën, ka orë që I para tije, I pa bismillah, pa avdes, pa namaz, sa pa qotën, diçka ullom ishtë, po ti ullom ki qenë para se me rame. Ki shkun kreve, ki shtring, pa bismillah, pa avdes, pa namaz, a diçka do me thonë, si me dalë ti në rumë dhe ato të ditë t'i dhënumë, në mes me I atyre të ditë. Tha që I ki alët, tha vallaj kam, tha si bokseri unë dim dhe të në rumë. Për këtë arsye, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar dhe ka thonë, kullu muslim ala muslim haram. Çdo musliman ndaj muslimanit e ka haram, kanë gjakin me atë. Kjo është prej gjunave të mëdha. Mallin me amor. Që hajni e mall. Thot beri be një 200 euro jam zor për ditë ti këtën. 12 vetë mua s'ti për me. Mallin me amor është haram. Këtë gjunat falët, borgjë nuk falë. Jo e dini këta hadithe shumë. Dhe nderin me aprek. Nderin me acenu. Me prek nderin e ti. Kja është për gjunave të morë. Ishtin disa persona të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nejtën sa nejtën, njoni shkoj. E një ditë thanë, që kisha shkoj. E di kush është? Ki katastrofa. Kja është kështu dhe kështu. Ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ta kruni dhomë. Ta ja Rasulullah s'kena hangër mishë. Ta po shka hangërët tash. Ta ju e hangërët mishit vëllavit tu që ke. Ta kruni dhomë. Shkun disa misafirë të darkën po dojnë me shtru filoni e lasmove. Njani tha, o të dvejnë ajsh. Aj zotnija, muslimoni që I ka dherë tha për para, ne kena zakon. Të me thonë si shqiptarë. Njerë kejt I hamje mekët e pas taj mish. Tha ju e pas një zakon njerë mishin të na e mekët. Tha jo, Allah se kena njës. Tha shangre tash. Për këtë arsye me përmejt vëllavin tanë me përgëju qka, si me janë ngronë mishin vëllavin tanë. Të parë tonë paramendoj sa janë kanë gjibet. Imam Bukhariu, profesion e ka pas me folë për njërës. Qashtu me rujtë hadithin e pejgamberit Allah. Filoni është besnik asa, paramendoj qka thotë. Tha shpresoj me dalë para Allahut pa e përgëju aska. Para ta Imam Bukhariu, kur I ka thonë, filoni që ka me ndonë një imam, tha duhet mu kujdes, do me thonë rëndzak. Kur si ka thonë? Kur thot Imam Bukhariu për dikan se duhet me pos kujdes, me amora ditën, ajo duhet kujdes, dizë rëndzak. Tha shpresoj me dalë për Allahut azze wa gjell, pa e përgoju këta. Ka hish? Abdurrahman ibn Mendiu thot, mos më kanë përgojimi dhe gibeti gjuna, kishna pas qef, kell qiteti ta ma vojnë muhabetin mu. Kur e pyton thamë pëse,
Tha po ti a ki po ma mirë se sa me gjetë në regjistin tanë ditën e gjikimit se vape pa u lodhë. A ki po? Me tonë të shka për i dënjohës pa u lodhë s'ka ma mirë. Social në në knoqë. Ha? Ka thonë a ka ma mirë se me tonë social në pa u lodhë. S'ka ma mirë. Për këtë arsye tha me konë se sa gjuna ki beti që Allah se ka qef. Ta kishna pas qef, kejtë folni. Folni për mu, përgëjomni, ofendomni, akuzomni. Për shkak se kejtë jam marë se vapët, ju lo që gjanën ditën e gjykimit. Karata Ibn Qayyim i thotë se di, Sheikhul Islam Ibn Taymija, a që të mira ka pas? Që Allah Azza wa Jalla ka ngrita shumë, apo po më doket se për shkak se atë shumë e kanë ofendu dhe e kanë përgoju, Allah Azza wa Jalla e kanë ngritë edhe ma shumë. Allah Azza wa Jalla e kanë ngritë shumë. Abdullah ibn Mubarak i ka thonë, më konë që ja vlerën t'i kanë me bon kibet, tha e kishna bon babën temë. Tha pëse para ajnet mi more se vopë. Hasan al-Basriu erdhën dhe i thanë filonit ka bon kibet, ka folë shumë keq për ti. Tha nalë, pritni, hini mrena, këshiri sa këshiri, i gjetë hurma të mira, shumë të mira, një pjatë plët thët, aman qëmja një selam, shumë faliminderit për atë muhabet që e ka bu. Ato që të dhe dhuni më bani Allah, se s'kam diqka ma mirë me dhonë, a ki posit mi ka dhonë se vapët pa ja lipë. Se vapët plët, mi ka dhonë, pa ja kërku. Pa ata transmeton Ebu Umam el-Bahili, tha ditën e kiametit dalin disa njerëz fletushke t'i lexojnë. Kur janë buzjesh para një muslimani që ka xhabe, me pas ditë të tërësh në buzjesh. A njoni, kena një hoxha gjeni një hoxha ka imi Mahmud el-Masri, Allah e ruj, a gjithë një buzjesh, se mu buzjesh para muslimani që ka sadaka. E njoni kër e kishtë ndëgju një ligjerat për ati se është se vapi ma, mu buzjesh, e ka pas një temë në televizor, për buzjesh. Ki kur që ishte buzjesh? 60 vetë kur veç. Amo kër e njën se qarë se vape, ka shku të shpija a buzjesh. Janë që ditë krejtë. Për parë, hini filon, shumë, qarë. Kur ka hini për buzjesh, e po të regon e hoxha, për të regon, po thotë, kur cëndër telefoni qaj njeri, ka po të regon. A me thak ngova promë për buskeshën, fole shumë se vapi ma. Sa duhet me nejtë me buskesh? Tha po gjithë një. Tha ti gjithë një të shpia, pa dhe të shpia. Tha valla unë që disa atë fëlgjim për më dhoni. Pra ta Malik ibn Dinar transmeton, tha Isa ibn Merjemës, kishte konë të kalun rrugë me shokët e vetë. E shokët e Isa ibn Merjemës e shofin një qenë dhe sa era keqë, në qelbi. Ka dasht mi eduku që mos mu mëzu ato me polkesh. Ka thonë sa dhëm të bardhi paska. Ka thonë sa dhëm të bardhi paska. Ti për dit me kallandon prapa i matë bardh. Për këtë arsijet nëse tis, normal se s'ne jot me lafdru me përmen të mirë, të keqën me bot mirë. E këtë tam, përmenja të mirë. Thuj sa frizurën e mirë e paska. Sa sit e bukur i paska. Ose sa miru keshke. Po mirë dhe anit të qka folë, përmenja të mirë. Se ke pa qëtër me a përmen të keqen, kështu i ka eduku Isa ibn Merjeti ka në gjematin e vetë. Pra ta Allah Azza wa Jalla ka përmen Kur'an i Kerim bashkë me gjematin e vetë. Hawariun, shok të ati besnik që kanë qenë me Isa ibn Merjeti. Ebu Asim e Nebil thot prej se kam një se gibeti është haram, kërkan mo gibet se kam një. Prej atë dit që e kam një se haram. Omer ibn Khattabi thot, përmen në Allahu se kjo është ilaq i zemë. Dhe leni mos i përmen një njerë se asë mund. Imam Malik transmeton dhe thot nga Isa ibn